Gjykata e Tiranës shpalli fajtori Ilir Beqarajn për përfshirje në ekzekutimin e Gentian Betjes, një nga atentatet më të rënda të viteve të fundit. Ai dënua me 16 vite burg pasi përfitoi uljen e 1/3 të dënimit për shkak të gjykimit të shkurtuar. Sipas prokurorisë, Beqaraj ka pasur rolin e ndihmësit në krimin e kryer në bashkëpunim duke kontribuar në organizimin logjistik të atentatit dhe në lëvizjet përpara dhe pas ngjarjes. Ndaj tij rëndojnë akuzat për vrasje me paramendim në bashkëpunim, mbajtje pa leje dhe prodhim armësh si dhe falsifikim dokumentash. Nga hetimet rezulton se i pandeuri, i cili përdorët edhe mbiemrat Brahimi dhe Mançellari, është konstatuar disa herë prambanesës së viktimës, fakti provuar përmes zgjurmimit të GPS-it të automjetit që kishte marrë me qira. Po ashtu, ekspertiza biologjike e ADN-s ka konfirmuar se një automjet tip Volkswagen Golf në pronësi të një tjetër të arrestuari është përdorur nga autorët për t'u larguar më një herë pas djegjes së mjetit Land Rover, që dyshohet se u përdor gjatë atentatit. Ky i fundit u dojq në fshatin Hasan për të zhdukur gjurmët. Nga analizat janë përfituar profile gjenetike të Beqirajt dhe një personi tjetër se cilët dyshohen se kanë pasur rol aktiv në ekzekutiv. Gentian Betja u vra në mars të vitit 2024 në larush të fushkrujes së brenda rrethit të banesës së tij, pasi u qellua me breshëri armësh nga disa persona. Ai kishte qenë më herët objekt i 3 atentateve të tjera, të cilat i kishte mbijetuar.